21 gusht, 5 vjet më parë, pra në vitin 2021, ne organizuam marshimin e dignitetit që ju shihni këtu, pas shpinës time. Sot ne po juftojmë përsëri, pas 5 vitesh, në 21 gusht 2026, që të rikthehemi në sheshin Skënderbej, ashtu sikurse bëmë në 2021. Dhe këtë bëjmë sepse ky marshim aso kohë u quajt marshimi i dignitetit. Këta njerëz që ju shihni këtu, në këtë shesh, janë njerëz të lirë të cilët u bashkuan me LRE, jo sepse LRE ishte në media, jo sepse LRE kishte famë, pushtet, apo premtonte famë, apo pushtet, apo sukses, apo arritje, por sepse këta njerëz besuan tek një vizion i cili duhej të ndërtonte një bashkësi prej nga ku do të lindnin idet më të mira, do të pikaseshin njerëzit më të mirë që do të sillnin ndryshimin e Shqipërisë. Këtë ne e tham, e besuam dhe këtij parimi i qëndruam që në ditën e parë që u bëm bashk. Por ajo që ishte veçantësia e kësaj bashkësie njerëzore këtu, ishte fakti që këta njerëz kur nuk u bën pjesë e dijenisë mediatike dhe kur nuk u bën të njohur, apo të shpalosur, apo të prezantuar tek shqiptarët nëpërmjet mediave shqiptare. Mohimi, ndalimi, dënimi me harres ka qenë vendimi i unifikuar i çdo medie shqiptare. Këta njerëz që shihni këtu kanë ardhur vetëm nga një celular dhe një faqe Facebook. Kjo ngjarje është një nga ngjarjet, madje një nga shumë, po shumë ngjarjet që kanë ndodhur në këto vite në Shqipëri, larg syve të shqiptarëve, larg syve të publikut, të fshehura nga shqiptarët, të fshehura nga publiku. Dhe unë e kuptoj drejt që shumë njerëz pyesin, po ju nga dolët, po ç'ne ju, tani u kujtuat? Po pse ju tani? Nuk është kështu, të dashur miq. Ne kemi qenë çdo ditë këtu, po kanë qenë mediat e regjimit, majtas dhe djathtas, mediat e mëdha dhe të vogla, të rëndësishme dhe të parëndësishme, mediat televizive, gazetat, portalet, podcastet, të gjithë kanë qenë të unifikuar për me na ndalu neve, për me na bloku neve. Që shqiptarët mos kishin mundësi të na njihnin, na dëgjonin dhe ta dinin ekzistencën tonë. Kemi qenë të dënuar me harres dhe vazhdojmë të jemi të dënuar me harres, sepse jemi e vetmja ekzistencë politike, i vetmi realitet politik në Shqipëri, që nuk ka marrë leje tek regjimi. Nuk kemi as leje dhe as pakt dhe as marrëveshje me askënd, as me klubin politik të plaçkaxhimëve, Rama, Berisha, Meta, Veliaj, Balluku, etj. As me oligarkin, as me pronarët e mediave, as me fondacionet e huaj, as me Sorosin, as me kërkën tjetër, me asnjë shërbim sekret të huaj dhe me asnjë fuqi apo shtet të huaj. Jemi njerëz të thjeshtë, qytetar të thjeshtë, njerëz që duam ta shohim vendin ton të ndryshoj. Njerëz që besojmë se kush e do Shqipërinë, nuk e do me fjalë të mëdha. Kush e do Shqipërinë, e do me bashkime të mira dhe të sinqerta njerëzish të thjeshtë. Kush e do Shqipërinë, nuk e do me revolucione të mëdha, por e do me atë revolucionin e vogël dhe të përditshëm, të njerëzve të cilët i rezistojnë të keqes, njerëzve të cilët nuk e pranojnë të keqen dhe i vendosin të keqes
jonë e tyre të fortë, të vendosur, virtytet e tyre, karakterin e tyre, qëndresën e tyre parimore dhe vlerore. Komunizmi në 46 vite rënoi, rrëzoi, shkatroi traditën, kulturën dhe gjithë shka që ishte shqiptare, sepse donte të na kthente në njerëz të partisë, në njerëz ideologjik, të indoktrinuar. Komunizmi më pas shkatroi edhe fen, kishat, xhamit, çdo gjë, sepse donte që ne të besonim vetëm tek ai, tek lideri i partisë, tek diktatori. E komunizmi shkatroi familjen, sepse donte që nëna jonë dhe prindi ynë të ishte partia dhe vetëm partia. Periudha post-komuniste nuk është se solli lider të ndriçuar të cilët donin që t'u jepnin shqiptarëve lirinë e dinjitetshme dhe të përgjegjshme. Jo, përkundrazi. Ata zvendësuan liderin me liderët dhe nënën parti me nënëzat parti. Dhe sot kemi njerëkat parti të cilat përpiqen t'i mbajnë shqiptarët zap dhe në marrëveshjen e njerëkave parti duan që t'i mbajnë shqiptarët peng të paktën edhe 20-30 vite më tej. 46 vite zgjati komunizmi. 36 vite ka zgjatur post-komunizmi. 46 vite ishim në nënën parti. 36 vite kemi në njerëkat parti. Tani është koha kur ata duan prap ta ciklojnë dhe ta riciklojnë një lloj si bën në 90-ën. Me revolucione të rreme, me gënjeshtra, me mashtrime, me spektakël, me zhurmë. Dhe detyra ime, sikurse unë ndjej si prind dhe si qytetar, dhe detyra jonë e përbashkët, si komunitet, dhe detyra jonë si parti politike, e lindur nga njerëzit e thjeshtë dhe të papërlyer, është një dhe vetëm një. Të veprojmë, të themi dhe të qëndrojmë për të vërtetën. Detyra jonë është një dhe vetëm një. Ta themi të vërtetën pavarësisht se si reagon kushdo që është kundër kësaj të vërtete. Nuk I trembemi kur kujt, nuk I druhemi kur kujt, por do të jemi në rrugën tonë. Një nga gjërat që ne kemi mësuar në këto 6 vite aktivizëm dhe përballje politike është kjo. Jo gjithmonë është e zgjuar dhe e mençur ti jesh kundër. Ka raste kur ti duhet ta shmangësh fare të qenurit kundër dikujt apo diçkaje apo disave. Prandaj ne kemi zgjedhur të jemi ata që shpalosim për çfarë qëndrojmë ne. Kush janë parimet, kush janë vlerat tona, kush janë qëndrimet tona, ku besojmë ne. Prandaj ne kemi vendosur që këtu, në sheshin Skënderbej, të rimblidhemi përsëri, për të ripërcaktuar edhe një herë atë që është traktati ynë me një Shqipëri ndryshe, me një Shqipëri të nderit dhe të vlerave. Për këto themele dhe këto shtyllat forta. E para është shqiptarizmi. Ne duam të shpjegojmë shqiptarëve që atë që komunizmi e rënoi ne duhet ta rikthejmë. Shqiptarin e traditës, vlerat shqiptariste, të gjitha ato që kanë qenë virtytet më të mira të shqiptarit, ne duam t'i rikthejmë jo si arkaizëm, por duke I harmonizuar dhe përputhur me modernitetin. Ne duam të sillim një koncept të së djathtës humane. Ka shumë debat publik për të majtën dhe djathtën në Shqipëri, por asnjëherë nuk është folur e vërteta çfarë është e djathta dhe e majta në Shqipëri. Në përgjithësi janë përpjekur që ta prezantojnë të djathtën dhe të majtën si qëndrime për shkak të gjërave që na kanë ndodhur apo që kanë ndodhur në vendin tonë. Unë mendoj se duhet të mësojmë një mënyrë tjetër. Njerëzit mund të jenë të majt apo të djathtë, apo krejt të paansuar për shkak të dijes tyre dhe për shkak të vendimit tyre në liri, vendimit të dinjitetshëm dhe të përgjegjshëm në liri.
Ne duam që Shqipëria të përpiqet të njohë të djathtën e vërtet, jo të djathtën e atyre që pretendojnë se kanë atë aureol prej çfarë u ka ndodhur në jetë, por të djathtën e atyre që duan një Shqipëri të sipërmarrjes lirë. Një Shqipëri të qytetërimit perëndimor dhe që nuk e diskuton më kur faktin që ne I përkasim këtij qytetërimi perëndimor. Një Shqipëri të pro-europianizmit dhe pro-amerikanizmit, por mbi të gjitha një Shqipëri të pro-shqiptarizmit. Ne duam të djathtën e cila është pro-sipërmarrjes lirë, pro-investimeve të huaja. Ne duam një Shqipëri ku gjithçka bëhet në mënyrë të dinjitetshme dhe në përputhje të plot me dinjitetin kombëtar, vendor, me dinjitetin qytetar, në përputhje të plot me kushtetutën dhe me ligjet e vendit dhe pa në përkëmbur dhe pa në shkaluar shtetin e së drejtës. Ne duam një Shqipëri ku askush nuk është pronar për shkak të pushtetit, por gjithçka ka ose ligjin, ose kushtetutën, ose titullin e pronësisë bazuar në merit, djers, punë dhe nder. Ne duam një Shqipëri ku askush nuk lihet pas, askush nuk konsiderohet I tepërt. Madje ne duam një Shqipëri ku gjithkush të dojë të ketë një vend në të ardhmen dhe të sotmen e këtij vendi, por mbi të gjitha ku askush mos ketë drejt të konsumojë kohën e atyre që do të vinë, brezave që do të vinë, pse ka pushtetin sot dhe pse ka mjetet sot. Ne duam një Shqipëri ku të gjithë të jenë punëtor të kohës tyre dhe të brezit tyre, dhe përveç se të rikuperojmë çfarë nuk është mundur të bëhet nga brezat e së shkuarës, atë që ata na kanë lënë, ta nderojmë dhe ta shumojmë dhe ta shumëfishojmë për me u lënë atyre që do të vinë. Ne duam një Shqipëri ku e mira buron pikërisht nga dinjiteti njerëzor, ku e mira buron nga familja dhe nga fuqia e familjes. Ne duam një Shqipëri ku çdo shqiptar ndihet në harmoni me çdo shqiptar tjetër dhe nuk ka arsye për me urryr shqiptarin tjetër për shkak bindjeve politike apo përkatësive fetare apo të dasive rajonale apo krahinore. Të gjithë një, të gjithë bashkë, të gjithë shqiptar. Ne duam një Shqipëri ku perëndimi jo vetëm të ndërtojë këtu një shtëpiz, por madje të gjej vlerat që mund t'ia shtojë shtëpizës vet. Sepse I kemi ato vlera, I kemi ato pasuri dhe kombëtare dhe tradicionale dhe të zakoneve dhe të zejeve tona. Pra ne duam këtë lloj Shqipërie. Dhe të punojmë për këtë lloj Shqipërie. Sigurisht që mos prisni prej nesh që të jenë mediat ato të cilat do t'i paraqesin këto ide dhe këto pamje. Në datë 21 gusht nuk do të ketë kamera. Në datë 21 gusht do të ketë vetëm celular, jo kamera, skena të tilla, pamje të tilla, njerëz të tillë do t'i gjeni vetëm në celular, në rrjetet sociale, sepse ne nuk jemi me leje me regjimin. Ne nuk kemi pakt me regjimin, me asnjë nga palët e regjimit. Ne jemi në fakt prova se mund të lindet diçka e re, se mund të rezistojë dhe qëndrojë diçka e re dhe mund të bashkojë njerëz diçka që nuk ka as kamerat e televizioneve, as mediat, as gazetat dhe as dëshminë e analistëve apo të atyre që broshkollisin çdo natë nëpër studiot televizive dhe për banaqet e televizioneve shqiptare. Ja, këta e njerëzit e thjeshtë. Të tillë njerëz duam ne në datë 21 gusht, ora 18:00 në sheshin Skënderbej. Të bëhemi bashkë, me celular në dorë. Nuk na gjeni në media dhe nuk do të na gjeni në media. Ne nuk jemi as revolucion dhe as protest. Mos të ngatroni as me revolucionet dhe me as protestat. Jo,
Ne jemi për një Shqipëri mendojnëse, ne jemi për një Shqipëri të urtisë, siç e donte Sami Frashëri, siç e donte Branko Merxhani, Faik Konica, Gjergj Fishta, Medi Frashëri, Mitat Frashëri, Naim Frashëri, Ismail Qemali, Qeren Bej Vlora, siç e donin ata baballarët e shqiptarizmit 100 vjet më parë. Ne duam një Shqipëri mendojnëse dhe të punojmë për një Shqipëri mendojnëse dhe ju thrasim për një Shqipëri mendojnëse. Ne duam një Shqipëri të urtisë. Ne duam një Shqipëri ku njerëzit u japin shans të ditur. Ne duam një Shqipëri ku nëse bëhet fjalë për atë që kërkon dijen dhe atë që kërkon forcën, ne zgjedhim dijen. Ne zgjedhim dijen. Ne duam një Shqipëri ku nëse ka njerëz të cilët mendojnë se gjërat zgjidhen me forcë, me ngutë, le ta bëjnë, por këtu, në sheshin ton, në marshimin e rinisjes, do të ketë vetëm nga ata njerëz të cilët besojnë tek paqja dhe tek urtia dhe tek një kulturë ndryshe. Është një sprov e vështirë, sepse këtu gjithçka punon për forcën, për matjen, për numrat, për zhurmën, për atë që ka zërin më të ububushëm, por ne nuk tërhiqemi nga udha jonë. Mos na ngatroni me tjerët, mos na përfshini me tjerët, nuk jemi as pro as kundër tjerëve. Jemi në të drejtën e ekzistencës tonë dhe jemi në të drejtën e shpalosjes sonë. Si në 21 gusht 2021, një lloj ju thrasim, një lloj ju kërkojmë që të bashkoheni dhe në 21 gushtin e 2026-ës. Të bashkohemi si 5 vjet më parë dhe të dëshmojmë edhe një herë se në këtë vend ka qytetarë të dinjitetshëm që dinë të qëndrojnë për një Shqipëri të paqes, të urtisë, për një Shqipëri mendojëse.